Si të duket presidenca e Orange Man-i deri tani? Tani është më qartë se asnjëherë se sa fallco janë këto qëndrimet që kanë mbajtur njerëzit, qoftë në të majt, qoftë në djath. Nuk më intrigon më shumë prezenca e Orange Man, që në atë tijen he's a casino, ai është pronar kazinosh. Ka një mënyrë të folur, një mënyrë të qëndruari, një mënyrë se si flet që ka Është showman o plak, tërhequr një është demografi të caktuar, edhe ka bërë me sukses atë qëllimin e vet të marrë. Ajo që më intrigon shumë është kjo qasja me Elon Musk, se si ka ndryshuar opinioni publik nga Elon Musk që nga 2017 kur ose pak kur ishte në radarin tim si gjimnazist deri tani, se si ka ndryshuar pothuajse diametralisht grupi i njerëzve që e mbështesin dhe që e duan. Është për mua shumë përqeshur, sepse unë e shoh tek njerëzit që njohim gjithë shqiptarë në Midwest që vdesin për Trumpin, se si të kutall me Tesla, duke thënë këto makina komuniste, ku budalliqe që thonë edhe tani janë duke bërë këngë republikanët për mrekullinë se sa ashtu është Tesla. Edhe mesazhi që ne duhet marrim nuk është Tesla mirë apo e keqe. Nga pikpamja fuqishme time është me vërtet kompani inovatore. Duhet jetë kompanizimi për gjithë ne, që gjitha këto mosdakordsi, këto jetesa me baze ideologjike janë komplet budalliqe për të larguar nga një tjetër më shumë se për të na afruar. Është aq e qartë tashmë. Qoftë me atë që më don lindjen e mesme, qoftë me mënyrën se si Elon Musk po qas nga kahet politike në Amerikë. Është shumë e rëndësishme që ne mos bëhemi pjesë e asaj retorike